الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Mos e nënçmo asnjë punë të mirë, edhe nëse është e pak, përkundrazi nxito drejt punëve të mira, nxito drejt vlerave, edhe nëse ato të duken të pakta e të vogla në sytë e tu, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala të shpërblen për to. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah." Kurdo që bën një punë të mirë, sa thërmia, sa grimca, do ta shoh atë, pra kur del para Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kurdo që bën një të keqe, sa grimca, do ta shohet. Pra ky është një ajet madhështor, siç e ka quajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jami'a, ajet përmbledhës, pra që përfshin tër hajrin, po ashtu edhe tër sherrin. Kur njeriu e di se shpërblehet për punën e mirë, e cila është edhe sa grimca, sa thërmia, atë padyshim se kjo e nxit që ai të ecë përpara drejt punëve të mira, sepse është më parsorë pasaj që Allahu subhanahu wa taala të shpërblej për punët që janë më të mëdha. E po ashtu edhe me të keqen Allahu na ruaj. Pra kur e di se do ta shohësh të keqen që ke vepruar, edhe nëse është sa grimca, kjo të zbraps dhe të largon nga të këqijat që janë edhe më të mëdha. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot: "Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara." Atë ditë, pra ditën e Kiametit, kur secili njeri do ta sheh para vetes të gatshme atë që e ka bërë në dunja. "Wa ma 'amilat min su'in", ndërsa punët e këqija që i ka bërë, "tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida", dëshiron që mes tyre, pra punëve të këqija, edhe ti të ketë largësi të madhe. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa wajadu ma 'amilu hadira", dhe ata do ta gjejnë para vetes të gatshme atë që kanë vepruar në dunja. Pra në këtë ajet e surës Zelzele, si thojnë dietarët, ka inkurajim të skajshëm që njeriu të kryej punë të mira sa më shumë, edhe nëse janë të pakta në sytë e tij. Dhe po ashtu ka kërcënim e friksim nga kryera e të keqes, edhe nëse në sytë e tu duket diçka e vogël dhe pa rëndësishme. Andaj nxito drejt punëve të mira. Kryej sa më shumë punë të mira, edhe nëse e sheh se njerëzit për rreth teje nuk po nxitojnë drejt hajrit e drejt mirësive. Përkundrazi ti nxito dhe mbush regjistrin e punëve të mira. Tregohu njeri i arsyeshëm, njeri i logjikshëm, njeri i serioz. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Fastabiqul khairat", bëni gara drejt mirësive. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Badiru bil a'mal", nxitoni drejt hajrit, drejt mirësive, drejt punëve të mira. Fakti që po jetojmë në një kohë kur njerëzit janë preokupuar së tepërmi me dunjan e tyre, dhe dunjan, jetën e kësaj bote, e kanë bërë preokupimin e tyre kryesor, dhe në njëjtën kohë e kanë braktisur ahiretin dhe e kanë hedhur ahiretin prapa shpinës së tyre, përjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk do thotë kjo asesi që ti të ngecesh prapa. Përkundrazi, ti nxito dhe shpëtoje veten tënde, shpeshtoj punët e mira, sepse kjo është një mundësi dhe një hajër që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka afruar tek ti. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.